Në Komisionit Mandateve për datën 28 janar për Belinda Ballukun. Si e parashikoj? Do ta ketë më imunitetin apo jo? Unë mendoj që kjo mbledhje do tentohet të shtyhet sa më shumë, edhe një herë tjetër. Argumenti që do sjellin të majtët në tavolinë është mosdalja e vendimit ende gjykatës kushtetuese, e kanë konsumuar një herë, do e përsërisin. Ndoshta gjykata kushtetuese e çon Venecia i fut një zvarritje tjetër dhe në rastin më ekstrem votimi, unë parashikoj që të majtët të votojnë kundër heqjes së imunitetit. Por nuk do shkojnë këtu, domethënë, sepse diskreditohen dhe e dinë shumë mirë këtë gjë, do përdorin këtë mekanizëm, jo se këtë nuk e kanë rezervë. Për arsyet të mosdaljes vendimit gjykatës kushtetuese. Do presim 30 ditë, do thonë. Dhe kështu do e mbyllin edhe mbledhjen e Këshillit Mandateve. Shumë faleminderit zoti Boçi për intervistën, për bisedën studio. Kënaqësi. Përfundon biseda me zotin Luciano Boçi, kryetari i Partisë Demokratike, folën për organizimin e protestës janore të fundit të përgatitjes, sikurse edhe për zhvillime të tjera siç ishte Davosi apo edhe çështja Balluku. Mbritëm në fund, të nderuar shikues, ju mund të klikoni në balkanweb.com për të marrë informacionet më të fundit, sikurse mund të na ndiqni edhe përmes rrjeteve tona sociale në Facebook, në Instagram, si edhe në kanalin ton zyrtar në YouTube, News 24 Albania. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, më takofshim nesër bashkë, nuk do t'jemi në emision, do t'jemi në transmetimin e drejt për drejt të protestës së opozitës, e cila nis në orën 17 në studio, do t'jemi me zotin Lubonja për ta moderuar dhe për të bërë një analizë në studio. Më takofshim nesër.